Forca e Sigurisë së Kosovës është me 8 general më pak se sa i pati në vitin 2021. Disa dalën në penzion të moshës e disa dalën në penzion të parakoshëm. E shumë prej tyre u përfshin në skenën politike në parti të ndryshme. Ushtria e Kosovës ka mbetur me 6 pozita të paplotësuara si general, edhe pse procedurat për zëvendësimin e tyre kanë filluar. Ministria e Mbrojtjes kanë treguar që gjatë kësaj periudhe janë avancu 4 general. Bashkem Jashari si komandant i FSK-s, pasi që Raman Rama doli në penzion të parakoshëm. Irfetes Pahiu në detyrën e inspektorit general, Ilir Qeriqi si shef i shtabit të përgjithshëm të FSK-s, i cili më vonë doli në penzion të parakoshëm dhe ju bashkua vetëvendosjes, si dhe Sefer Isufi, si këshilltar ushtarak i presidentes Osmani. Pavarësisht këtyre avancimeve, FSK ka mbetur me 6 pozita të hapura. Ministria e Mbrojtjes ka konfirmuar se është themeluar bordi vlerësues për emrime dhe gradime për gradën general, i cili është në proces të vlerësimit për pozitat e lira. Nga FSK na kanë treguar që në rastin kur mungon komandanti i komandës, me automatizëm zëvendës komandanti që është kolonel, i merr detyrat dhe përgjegjësitë për udhëheqje. Kjo nuk kupton që 6 kolonel janë duke ushtruar detyrën e generalëve, të cilët akoma nuk janë zgjedhur. Ligji për pensionet e pjesëtarëve të FSK-s parasheh rastet se kur pensionohen oficerët apo pjesëtarët e ushtrisë. Sipas ligjit, pjesëtari aktiv i FSK-s fiton të drejtën në pension të rregullt nëse koha e tij e shërbimit si pjesëtar aktiv i FSK-s është së paku 20 vjet dhe ka mbushur moshën 50 vjeçare si nën oficer dhe 55 vjeçar si oficer. Raman Rama ka qenë komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës. Ai doli në penzion të parakoshëm e më pas në këtë pozitë u zëvendësuar nga Bashkim Jashari. Ish komandanti i FSK-s aderoi në Partinë Demokratike të Kosovës dhe në zgjedhjet e nëntëshkurtit ishte bërë deputet i Kuvendit të Kosovës. Raman Rama është përsëri pjesë e listës së PDK-s për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Ilir Qeriqi është generali tjetër që u pensionua para kohe. Deri në pensionim, ai ishte shef i shtabit të përgjithshëm të FSK-s. Pas pensionimit, u kyç në strukturat e lëvizjes vetëvendosje dhe ishte kandidat i tyre për kryetar të Lipjanit. Zgjedhjet komunale nuk i fitoi, ndërsa tash është pjesë e listës së vetëvendosjes për deputet. Gjatë periudhës 2021-2025, 6 general të tjerë u pensionuan, vetëm se këtyre ju e erdhi pensionimi sipas ligjit në kohë të rregullt. Gzim Hazrolli, Hysen Dreshaj, Naim Haziri, Gjevahir Geci, Fadil Hadërgjonaj e Nazmi Ibrahimaj janë generalët tjerë që kanë dalë në pensionim të rregullt. General Geci ishte zgjedhur deputet me PDK-n në zgjedhjet e shkurtit 2025 dhe do të rikandidojë përsëri në dhjetor. Edhe general Fadil Hadërgjonaj garoi në zgjedhjet e nëntëshkurtit me LDK-n dhe u bë pjesë e Kuvendit të Kosovës. Ai është përsëri pjesë e listës së kësaj partie për deputet. Edhe generali pensionuar Gzim Hazrolli pas pensionimit aderoi në LDK, e po ashtu është pjesë e listës së kandidatëve të kësaj partie.